Jeta shpirtërore. Kapitulli 4. Disiplina e kultivimit të shpirtit. Një vajzë kopshti kaloi këmbëzbathur në përlëndinat kafe dhe të thara nga dielli të një kompleksi apartamentesh. Në stilin e ndërtimeve pas luftës së dytë botërore, për të strehuar ushtarakët dhe familjet e tyre. Ndërsa ajo nxitonte, Fladi i afrynte balluket e gjata, duke zbuluar sytë e shndritshëm që dukeshin edhe më blu nga një ndjenjë pritshmërie. Zonja White kishte premtuar se çdo fëmijë që mësonte përmendësh vargjet e veçanta të Biblës, do të merrte dhuratë një libër të vogël që tregonte një histori edhe se nuk përmbante asnjë fjalë. Nëse do ta fitonte librin, do të kishte një histori që ajo mund ta lexonte me të vërtetë. E ulur në heshtje me shoqërinë e saj, ajo ishte e magjepsur. Përballë kishte librat e çmuar, secili me kapak lëkure ngjyrë kafe që mbyllej bukur me një mbërtheck, dhe që kishin brenda 4 faqe prej fanellate me ngjyra të zezë, të kuqe, të bardhë dhe të artë. Ajo kishte kërkuar pa pushim nga motrat e saj më të mëdha që t'ja lexonin vargjet, pasi vetë nuk kishte mësuar ende të lexonte. Më në fund, erdhi radha e saj, dhe kujtesa nuk e la në baltë. Zemra e saj e vogël rrihte gjithnjë e më fortë, ndërsa recitonte vargjet që shkonin me secilën ngjyrë. E zeza, Romakëve kapitulli 3, vargu 23, e kuqja, Gjoni kapitulli 3, vargu 16, e bardha, Isaia kapitulli 1, vargu 18, e arta, Gjoni 14, vargjet 2 dhe 3. Asaj, mezi po i mësoi që tashmë e kishte në dorë thesarin e saj të vogël dhe hapte faqet ndërsa fëmijët këndonin një zëri. Dikur zemra ime nxinte nga mëkati, derisa hyri shpëtimtari. Gjaku i tij i çmuar, unë e di, e ka larë më të bardhë se bora. Dhe në fjalën e tij më thuhet se do të eci rrugëve të arta. Ditë e mrekullueshme, e mrekullueshme. Ai lau tutje mëkatet e mia. Kjo vajzë e vogël ishte Barbara, dhe së bashku me çmimin e vogël, ajo pranoi Krishtin si shpëtimtarin e saj. Ndonse ishte vetëm 6 vjeçe, ajo kuptoi qartë se tani ajo kishte një atë qiellor që po i përgatiste një vend në qiell dhe se ai kishte dërguar birin e tij të vetëm që të vdiste për mëkatet e saj. Që nga ajo ditë e deri më sot, ajo nuk ka dyshuar kurrë se Zoti është me të. Konvertimi i saj vërteton personalisht për në kapacitetin e jashtëzakonshëm shpirtëror që kanë fëmijët. Fjalët e Jezusit: I lini fëmijët e vegjël dhe mos i ndaloni të vinë tek unë, sepse për të tillë është mbretëria e qiejve. Mateu 19, vargu 14, e lartësojnë dhe kremtojnë besimin dhe potencialin shpirtëror të fëmijëve. Një sondazh i Gallupit, i kryer gjatë viteve 1980, i vërteton mjaft qartë fjalët e Jezusit. Statistikat tregojnë se 18 nga 20 persona që vijnë te Krishti e bëjnë këtë para moshës 25 vjeç. Në moshën 25 vjeç, 1 në 10.000 bëhet i krishterë. Në moshën 35 vjeç, 1 në 15.000. Në moshën 45 vjeç, 1 në 200.000. Në moshën 55 vjeç, 1 në 300.000. Prindër, ne duhet të besojmë në potencialin shpirtëror të fëmijëve tanë. Si prindër të rinj, ne ishim absolutisht të bindur për këtë.
megjithse kishte shumë raste kur pyesnim veten nëse lutjet, mësimi, shembulli dhe vëmendja jone e madhe po sillnin ndonjë fryt. Kishte raste kur pyesnim veten nëse ajo që ju duhej të vegjëlve tan ishte një egzorcizëm dhe jo disiplinë. Për shembull, kur djali ynë më i vogël, William Carey, vini re emër misionari, ishte 7 vjeç, Barbara po rregullonte sirtarin e çorapeve dhe gjeti thesarin e tij. Një kanaçe birre e përdorur, e mbushur plot me bishta cigaresh dhe një qese plastike e palosur mjeshtërisht, e mbushur plot po me bishta cigaresh. Megjithse nuk kishte nevojë për shumë imagjinat për të kuptuar se çfarë po bënte djali ynë fshehurazi, Barbara mezi priste të dëgjonte shpjegimin e tij. Carey arriti tek dera i djersitur dhe dukej që mezi priste për të kthyer prap jashtë për të luajtur. Po mami, çfarë dëshiron? Pastaj, pas sirtarin e hapur dhe përmbajtjen e tij dhe syt ju zgjeruan nga ndjenja e fajit. William, Barbara ju drejtua me emrin e tij zyrtar. Çfarë duan këto gjëra në sirtarin tënd? Në heshtje u ngrit një aromë që ajo mund ta krahasonte vetëm me atë të puplave të lagura të pulës. Një aromë që ajo e donte sepse ishte era e djalit ton të vogël në lojë sipër. Zakonisht, kjo e detyronte atë ta merrte mbas vetes duke e përqafuar dhe shtrënguar, duke qeshur, ndërsa i thoshte i dua djemt e vegjël dhe pulat e lagura. Këtë herë, ajo rezistoi. Duke shmangur syt prej saj, Carey u përgjigj. Çfarë gjërash? Pas një zhbirimi të fortë, ai më pas rrëfeu se si ai dhe djemt e njërit prej drejtuesve të kishës po rrëmonin në përmbeturinat e festës të së shtunës mbrëma në koshin e mbeturinave të qendrës komunitare ku kisha jon mblidhej për shkollën e së dielës, duke pirë ato që kishte mbetur nga kanaçet e birrës dhe duke i fshehur cigaret për t'i përdorur më vonë. Barbarës nuk i besoi që këta të dy bij të kishës të futnin në bark mbetjet e birrës së prishur dhe të tymosnin fshehurazi bishtat e cigareve, duke u përpjekur të dukeshin burrëror. Ajo nuk dinte nëse duhej të qeshte apo të qante. Duke ngritur zërin ajo tha: Carey, jam vërtet e zhgënjyer me ty. Kjo që ke bërë është e gabuar. Ai u përgjigj: Nuk është gabim. Gabim është vetëm nëse më kapin. Barbarës i erdhi mendja rrotull. Ky djalë është rritur në një shtëpi misioni. Ka dëgjuar kaq e kaq predikime për të mos përmendur qindra biseda në tryezën tonë që preknin gjërat shpirtërore dhe veçanërisht etikën personale mbi të thënit e të vërtetës në stilin parashkollor dhe fillor sigurisht. Dhe tani, ai mendon se një mëkat i fshehtë nuk është problem nëse mbetet i pazbuluar. Kohë të tilla i bëjnë prindërit të vënë në dyshim në mënyrë të dëshpëruar ndikimin real që kanë në jetën e fëmijëve të tyre. Ata pyesin veten nëse vërtet po depërtojnë tek fëmijët e tyre, por tronditje të tilla nuk janë pa dobi, sepse ngjarje të tilla na kujtojnë gjithashtu nevojën tonë prindërore për udhëheqjen dhe hirin hyjnor. Askush nuk mund ta njohë realisht mendjen e një fëmije. Askush përveç Zotit nuk mund ta di në fakt atë që një fëmijë dëgjon kur prindi i flet atij apo asaj. Falenderojmë Perëndin që u kujdes aq shumë për mirëqenien shpirtërore të Careyt, sa të na çonte tek ai zbulim, që na dha një mundësi historike për t'i mësuar atij një të vërtetë, që e gabuara është gjithmonë e gabuar.
pavarësisht nëse ajo zbulohet apo jo. Në moshën 7 vjeçare, një tull shumë domethënëse ju shtua themelit shpirtëror të William Careyt. Sot, Carey është një burr i ndjeshëm shpirtërisht, i kujdesshëm moralisht. Ai është edhe një pastor, bashkëshort dhe baba, i cili i njeh mirë aftësitë e tij për të mirën dhe të keqen. Një njohje që filloi të përmirësohej nga kjo ngjarje dhe të tjera si kjo në vitet e tij të fëmijërisë. Ne duhet të kuptojmë se gjatë rrugës drejt pjekurisë shpirtërore, shumica e fëmijëve na çojnë deri në fund të burimeve tona. Ne duhet të kuptojmë gjithashtu se të gjithë fëmijët kanë aftësi të jashtëzakonshme shpirtërore. Ata mund ta njohin Krishtin. Ata mund të ngjiten në lartësi të jashtëzakonshme shpirtërore dhe mund t'i nënshtrohen iluzioneve delikate në të menduarit e tyre gjithashtu. Mënyra se si i rritim fëmijët tanë duhet të pasqyroj respektin ton të thellë për aftësinë e tyre shpirtërore, sepse vlerësimi i duhur i gjendjes së tyre shpirtërore do të na motivojë të punojmë për zhvillimin e tyre shpirtëror. Pavarësisht nga mangësitë dhe gabimet tona, Perëndia ka qenë besnik duke na ndihmuar të sigurojmë një mjedis në të cilin të gjithë fëmijët tanë kanë lulëzuar shpirtërisht. Gjatë rrugës, kemi mësuar dhe praktikuar disa disiplina thelbësore që ndikojnë në shpirtin. Disiplina e lutjes. Arsyeja e shëndosh na thot se përparësi më e lartë duhet i jepet lutjes nëse shpresojmë të përmirësojmë zhvillimin shpirtëror të fëmijëve tanë. Megjithatë, këtu shumë prindër dështojnë të jenë në nivelin e duhur. Bisedat e sinqerta na kanë bindur se shumë, ndoshta shumica e ndërmjetësimeve familjare të prindërve, janë pak më shumë se tundje pohuese koke drejt Perëndisë. Zot, bekoje Caitlynën, mbaje atë larg nga mëkati dhe ndihmoje të jetë një bie mirë dhe të dojë ty. Ne të falenderojmë për të. Amen. Kjo sigurisht që është një lutje e pranueshme, por kjo nuk është ndonjë lutje kush e di çfarë. I mungon specifika, si ajo lutja e përgjithshme misionare. Beko të gjithë misionarët kudo që janë. Amen. Dhe është po aq efektive. Ndërmjetësimi efektiv për fëmijët tanë kërkon që ne të lutemi me mendje të angazhuar, në detaje, me seriozitetin e duhur dhe që të dy prindrit të luten shpesh për fëmijët e tyre së bashku. Ne jemi të bindur se vetëm përkushtimi në lutje do të revolucionarizonte zhvillimin shpirtëror të fëmijëve të kishës. Kjo është arsyeja pse ne do t'i kushtojmë një kapitull të tërë përdorimit të arsyes së shëndosh në lutje. Kapitulli 5. Disiplina e të qenit, një shembull i mirë. Ju nuk mund të prisni në realitet që fëmia juaj të zhvillojë një cilësi shpirtërore që bie në kundërshtim me sjelljen e juve vetë. Të zotëruarit e një cilësie të karakterit është thelbësore për ta komunikuar atë në mënyrë efektive. Dhe cilësitë e brendshme më së shumti komunikohen në mënyrë delikate me anë të shembullit, në vend të shpalljes ose urdhërimit. Kush ti je është më e rëndësishme se sa ajo që ti thua. Përfundimi. Cilësia e jetës tuaj shpirtërore ka rëndësinë më të madhe për zhvillimin shpirtëror të fëmijës suaj. Ky ishte një nga mësimet më të rëndësishme të puritanëve mbi temën e familjes. Ja çfarë kanë shkruar dy prej tyre. Parimi
pa një model do të ketë pak efekt. Ju duhet i drejtoni fëmijët te Krishti me anë të shembujve dhe këshillave. Ju duhet të vendosni veten në radhë të parë dhe të flisni si me jetën, ashtu edhe me fjalët. Ju duhet ta jetoni besimin siç edhe flisni për besimin. Sigurohuni që të jepni shembull të mirë përpara fëmijëve tuaj. Metodat e tjera të mësimdhënies ndoshta nuk do të bëjnë shumë efekt nëse nuk ua mësoni ato shoqëruar me një shembull hyjnor. Mos mendoni se fëmijët tuaj do të kenë parasysh rregullat e mira që u jepni nëse ju vetë veproni në kundërshtim me ato rregulla. Nëse këshillat tuaja janë të mira dhe shembulli juaj i keq, fëmijët tuaj do të ketë më shumë të ngjarë të lëndohen nga ky i dyti, sesa të përfitojnë nga të parat. Në një mëngjes të paharueshëm të shtune, djali ynë 4 vjeçar Kenti na zgjoi i veshur nga kokat e këmbët dhe gati për të dalë. Kishte veshur këpucët e mira dhe xhaketën e pantallonat sportive të së dielës. Flokët i kishte të lagura dhe të lëpira mbas kokës dhe kishte vënë një laps mbi vesh, moda e biznesit, dhe një dhja të re xhepi në xhaketë. Ku po shkon? E pyetëm ne. Do t'u tregoj shtëpive për Jezusin, ishte përgjigja e tij. Ishte një gjë kaq e këndshme, e ëmbël, fëminore, kjo që donte të bënte, dhe ne e ruajmë si thesar kujtimin e atij momenti. Natyrisht që mbetëm të magjepsur. E kuptuam që djali ynë po na imitonte, sepse kishte vërejtur se besimi ynë ishte një çështje serioze. Aq serioze sa që ne punonim fort për ta ndarë atë me të tjerët. Bëm baba të ngjaj. Na u bë qefi, por edhe na kthjelloi, duke parë se çfarë ndihimi të jashtëzakonshëm kishte shembulli ynë mbi birin ton. Evangelina Booth, e cila një ditë do të zinte vendin e prindërve të saj si gjenerat e ushtrisë së shpëtimit, shkroi: që mjaft herët, unë pash prindrit e mi që punonin për njerëzit e tyre, duke mbajtur barrat e tyre, ditë e natë. Ata nuk kishin nevojë të më thonin asnjë fjalë mbi krishtërimin. Unë e shihja atë në veprim. Zonja Booth mund të thoshte: nëna dhe babai im e praktikonin atë që unë predikoj. Sinqerisht, është për të ardhur keq kur prindrit kërkojnë një besim apo një përkushtim nga fëmijët e tyre që ata vetë nuk e kanë. E mbaj mend kaq mirë që nga vitet në shërbesën me të rinjt, një prind që erdhi tek ne i shqetësuar për drejtimin që po merrte jeta e adoleshentit të tij. Ai ankohej: djalit tim nuk i intereson kisha. E kam shtyrë të vij, por nuk i pëlqen. Diçka nuk shkon këtu. Në dhimbjen e vet, ai e drejtoi natin ndaj kishës dhe programit të saj për të rinjt. Por e vërteta është se 1 kile prindrish vlen sa 1 kile predikuesi. Praktikojeni atë që predikoni. Nëse nuk jeni të disiplinuar në sjelljen tuaj, nuk do të kaloj shumë kohë dhe fëmijët tuaj do ta zbulojnë mospërputhjen tek ju dhe nuk do të duan të kenë të bëjnë fare me hipokrizin tuaj. Nëse dëshironi që fëmijët tuaj ta duan kishën, ju duajeni kishën. Ose në çështjet e integritetit, nëse dëshironi që fëmijët tuaj të jenë të vërtet, mos gënjeni. Mos u thoni fëmijëve tuaj të thonë se nuk jeni në shtëpi kur ju thërret dikush me të cilin nuk dëshironi të flisni. Paguajini taksat, dorëzojini librat e bibliotekës,
Mbajini premtimet që keni bërë, nëse dëshironi që fëmijët tuaj të jenë të sjellshëm dhe bujar. Jini dhe ju vetë të kujdesshëm dhe bujar. Apo ju garantojmë ne që nëse i modeloni këto cilësi, edhe fëmijët tuaj do t'i kenë ato automatikisht? As pak. Logjika e shëndosh kërkon që ne ta kuptojmë se fëmijët tanë janë mëkatar ashtu si ne. Por po themi se ju nuk do t'i komunikoni dot në mënyrë efektive ato virtyte shpirtërore që nuk i zotëroni as vetë. Nëpërmjet lutjeve dhe shembullit tuaj, ju mund të prisni të shihni fryte në jetën e fëmijëve tuaj, ashtu siç bëm ne me vajzën tonë Heather, në shqetësimin e saj për dëshminë. Një natë, Heather dhe babai i saj ishin vetëm në shtëpi, kur një jo besimtar kishte ardhur aty për të folur për shpirtin e tij. Teksa bisedonin, Kenti filloi ta nuhaste aromën e biskotave që po piqeshin, dhe mbas pak, Heather u shfaq me një tabaka me qumësht dhe biskota. Mysafiri i Kentit komentoi që biskotat ishin të preferuarat e tij, dhe ata vijuan bisedën e tyre. Kur ai burr po largohej, Kenti e ndihmoi të merrte pallton nga portmandoja dhe mysafiri, ndërsa futi dorën në xhep, ndjeu aty ngrohtësinë e disa biskotave të mbështjella mjeshtërisht dhe një shënim ju bëfshin mirë. Burri u mahnit. Kentit ju duk se më shumë komunikoi mikpritja e Heatherit atë natë se sa gjithë shpjegimet e tij të mençura. Kur mos harroni ndërsa rritni fëmijët, se kush ju jeni është shumë e rëndësishme se ajo që thoni. Përveç lutjes, gjëja tjetër më e rëndësishme që mund të bëni për shpirtin e fëmijës tuaj është që të jetoni një jetë të perëndishme. Mos bëni gabimin që të përqendroheni te metodat, nëse fillimisht nuk fokusoheni te jeta juaj. Zhvillimi shpirtëror i fëmijëve. Formimi shpirtëror duhet të jetë i bazuar në logjikën e shëndosh në lidhje me zhvillimin. Kalendarët shpirtëror të fëmijëve ndryshojnë shumë. Rritja që duket së jashtëmi e trupit të tyre e bën të qartë një diversitet të tillë. Disa ecin kur janë 8 muajsh, të tjerët kur janë 16 muajsh. I njëjti fëmijë kaq i shpejt në ecje mund të jetë i ngadalshëm në të folur, ndërsa një tjetër, i ngadalt për të lëvizur, ka filluar të formojë fjali. Disa rriten shtat lart si para adoleshent gjigant, vetëm për të mbetur xhuxh në shkollën e mesme krahasuar me ndonjërin që ka marrë hovë të vonuar. Është e njëjta gjë me zhvillimin shpirtëror, megjithse të gjithë fëmijët kanë aftësi të jashtëzakonshme shpirtërore. Një prind i mençur do të jetë praktik për zhvillimin shpirtëror të fëmijëve të tij. Disa do të çelin herët, ndërsa të tjerët, të destinuar për një rritje të barabartë ose më të madhe shpirtërore, do të rriten më vonë, sipas orës së tyre të brendshme misterioze. Ne duhet të shqetësohemi për rritjen shpirtërore pa e ngutur atë. Ne jemi të vetëdijshëm për traumën që mund të shkaktohet nga një prind, i cili këmbgul që një foshnjë të stërvitet që të përdor oturakun përpara se të mësoj të kontrolloj fshikëzën e urinës, apo të ecë përpara se të jetë i aftë për këtë. Por trauma më të mëdha shkaktohen nga prindrit që këmbgulin që fëmia i tyre të pranojë Krishtin, përpara se ai ose ajo të jetë në gjendje të marrë një vendim të tillë. Joseph Bailey ka dënuar me të drejtë konvertimet e rreme që kanë nxitur prindrit në ankth
veçanërisht kur fëmijës i është thënë: "Tani Jezusi është në zemrën tënde dhe mos lejo askënd të thotë ndryshe." Shumë mirë nëse fëmia ka besuar vërtet në Krishtin, por nëse prindi e ka patur gabim, kjo mund të paguhet realisht me ferrin. Pasi I tham të gjitha këto, le të jemi shumë të qartë për atë se cili duhet të jetë qëllimi I zhvillimit shpirtëror të fëmijëve tanë. Asgjë më pak se një konvertim I vërtet I zemrës dhe I shpirtit. Thjesht recitimi I një lutjeje duke ftuar Jezusin në zemrën time nuk do të arrijë dot këtë. Irvin Lutzer, pastori I kishës Moody të Chicagos, tregon për përvojën e tij të ftesës së Jezusit në zemër në mënyrë të përsëritur, por kurrë nuk ndjeva ndonjë ndryshim. Ai thot mëtej se vetëm kur më thanë si adoleshent që Krishti pagoi ndëshkimin për mëkatin tim kundër një perëndie të shenjtë dhe që nuk kishte më nevojë që unë ta mbaja atë barr, atëherë pata paqe. Është e rëndësishme që prindrit ta kenë të qartë për mbajtjen e ungjillit kur u flasin fëmijëve të tyre për të. Ungjilli ka lajme të këqija për të thënë, si edhe lajme të mira. Lajmi I keq është se njerëzit lindin mëkatar nga natyra. Veprimet e tyre gjithashtu tregojnë prirjen e tyre drejt së keqes. Për shkak të kësaj, askush nuk mund të fitojë favorin përfundimtar te Perëndia. Lajmi I mirë është se vetë Perëndia ka siguruar rrugën e shpëtimit nëpërmjet shlyerjes në kryq që Krishti bëri për të gjithë ata që besojnë në të. Mjeti I shpëtimit është pendimi nga mëkati dhe besimi në shlyerjen e Krishtit për atë mëkat. Pasi njerëzit vendosin besimin e tyre në kryq si mjetin e shpëtimit të tyre, fryma e shenjtë vjen tek ata dhe I mundësojnë të bëjnë atë që është e drejtë. Kjo do të thotë që nëse vini nga një traditë që përdor mjete mësimore të tilla si katekizmi I shkurtër I Westminsterit ose memorizimi I rregullt I shkrimeve, ju duhet të vazhdoni t'ju ktheheni gjërave thelbësore në lidhje me shpëtimin. Do me thënë që ne jemi mëkatar pa shpresë dhe se kryqi I Krishtit është e vetmja përgjigje. Që Krishti vdiq për mëkatet tona, sipas shkrimeve. 1 Korintasve, kapitulli 15, vargu 3. Ju duhet t'i udhëzoni gradualisht fëmijët tuaj se si vdekja e tij ishte sipas shkrimeve, që do të thotë shkrimet e dhjatës së vjetër, sepse ato janë përmbushur në zbulesën e dhjatës së re dhe kryqin dhe ringjalljen e Krishtit. Mbani mend përsëri se në qoftë se ju vetë nuk e kuptoni këtë plotësisht, nuk do të jeni në gjendje që t'u përcjellni atë me saktësi fëmijëve tuaj. Një shpjegim mjaft I qartë I kryqit është libri I famshëm I Leon Morris, Shpengimi, The Atonement. Gjithashtu, kurrë nuk duhet të bini pre e mendimit të gabuar se kjo është një përgjegjësi e grupit të rinjve dhe e shkollës së të dielës. Kthimi I vërtet I zemrës dhe I shpirtit të fëmijëve tuaj është detyrë e juaja, dhënë nga Perëndia. Familja është, siç thonin puritanët, një kishë në miniaturë. Na duhet të shtojmë edhe një paralajmërim. Mos I manipuloni fëmijët tuaj. Prindër, shqetësohuni shumë për gjendjen shpirtërore të fëmijëve tuaj, por mos I manipuloni ata. Lutuni si I çmendur. Jepni një shembull të qëndrueshëm. Mësojuni fëmijëve tuaj gjërat thelbësore. Për aq sa varet nga mundësitë tuaja, jini të ndjeshëm ndaj zhvillimit të tij ose të saj shpirtëror. Por mos jini
një neli nervoze. Besojini Perëndis që të punoj në jetën e fëmijës suaj në mënyrën dhe kohën e tij të mirë. Relaksoni. Qasja ndaj dyshimit. Paradoksalisht, dyshimi është një pjesë e besimit të gjallë dhe shumica e fëmijëve do të kenë dyshimet e tyre. Ne ishim me pushime në Rokis kur Kenti i vogël, atëherë 12 vjeç, filloi të kishte dyshime. Pas një mëngjesi duke peshkuar me të atin, ai tregoi se donte të fliste për Perëndin, kështu që atë pasdite, bashkë me të atin, zbritën në një lugin, u vendosën në një pish sepse kishte mjegull dhe filluan të bisedojnë. Pyetjet që ai kishte ishin rreth ekzistencës së Perëndis. Është e vështirë të besosh në një qenie që nuk mund ta shohësh. Kenti po bënte pyetje që shumë veta i kanë, por që jo gjithmonë ndjehen të lirë t'i bëjnë. Babai po i përgjigjej sa më mirë që mundej, por jo gjithmonë në mënyrë bindëse për Kentin. Por biseda e tyre ishte e gjatë dhe e mirë. Më në fund, ata u lutën së bashku dhe u ngjitën përpjet rrëpirës. Djali ynë i pari, Kenti, e trembi babain duke bërtitur: "Babi, shiko, 2 ylber." Dhe me të vërtet, ishin 2 ylber të veçantë, të dallueshëm nga njëri tjetri. Kenti i vogël, duke menduar për ylberin e Noeut, tha me emocion: "Kjo është shenjë, babi, një për ty dhe një për mua." Për të, ky ishte një konfirmim i ekzistencës së Zotit. Ky është një kujtim i çmuar familjar, një kujtim që djali ynë e përmend me dashuri dhe një inkurajim i vazhdueshëm mes dyshimeve të përsëritura që vijnë tek ai, siç na vijnë të gjithëve. Dyshimi është pjesë e besimit, siç ka thënë teologu i Oxfordit Alistair McGrath. Dyshimi është i natyrshëm brenda besimit. Ai vjen për shkak të dobësisë dhe brishtësisë son njerëzore. Mosbesimi është vendimi për ta jetuar jetën sikur të mos ketë Perëndi. Ai është një vendim i qëllimshëm për të refuzuar Jezu Krishtin dhe gjithçka që ai përfaqëson. Por dyshimi është diçka krejt tjetër. Dyshimi lind brenda kontekstit të besimit. Është një dëshirë e zjarrt për të qenë të sigurt për gjërat në të cilat kemi besim. Por nuk është dhe nuk ka pse të konsiderohet një problem. McGrath sugjeron që ne duhet të mësojmë të jemi të qetë në lidhje me dyshimin dhe ne pajtohemi plotësisht. Duke u mbështetur në këtë urtësi, ne ofrojmë disa disiplina të sugjeruara për trajtimin e dyshimeve të fëmijëve tuaj, ndërsa ata rriten në besim. Mos u shokoni. Prindrit që tërhiqen të shokuar nga dyshimet e fëmijëve të tyre, bëjnë një gabim vendimtar. Dëgjojini ata me qetësi. Kundërshtimet e tipit "si mund ta mendosh një gjë të tillë" apo "kjo është blasfemi", i lën të kuptoj fëmijës suaj se për një diskutim racional as që bëhet fjalë dhe që ju nuk jeni aq të sigurt në besimin tuaj sa do të doni të ishit. Jini të sigurt. Në fund të fundit, besimi historik mund ta mbrojë fare mirë vetveten. Dialogu. Përballja me dyshimin kërkon që të ketë dialog. Një bisedë të dyanshme. Rezistojini impulsit prindëror për t'i dhënë leksion, që është një vdekje e sigurt për dialogun. Dëgjojeni atë, dhe po themi dëgjojeni me të vërtet, me kontakt të vazhdueshëm me sy. Ndiqeni me kujdes atë që fëmia juaj po thot.
edhe nëse duket e palogjikshme ose e mërzitshme. Në të njëjtën kohë, mos e trajtoni kurrë me pandershmëri. Dëgjojeni me vëmendje dhe me durim një argument ose dyshim të palogjikshëm, por më pas, mos hezitoni të shpjegoni me të butë atë çfarë besoni dhe pse. Rezistojini gjithashtu tundimit për të thënë fjalën e fundit. Fjalët e fundit rrallë zgjidhin ndonjë gjë. Mos ofroni përgjigje klishe. Hedhja poshtë e një dyshimi me një përgjigje të cekët si nëse don të besosh se e ke prejardhjen nga majmunët, është privilegji yt. Ose të përgjigjesh me një zhargon devotshmërie. Vetëm ki besim dhe do të arrish ta shohësh këtë siç e shoh unë. Është vdekje prurëse. Fëmijët tuaj mund ta dallojnë se kur jeni të lëkundur apo duke përdorur përgjigje klishe. Mos mendoni se duhet të keni një përgjigje të gatshme për çdo pyetje. Në fakt, pohimi se nuk e dini diçka mund të ketë më shumë efekt në ndërtimin e besimit të një fëmije se sa një përgjigje e nxituar. Bëni detyrat e shtëpisë. Përfitimi i një fëmije që pyet është se ai apo ajo do t'ju nxjisë të bëni disa detyra të shëndetshme shtëpie dhe të bëheni kështu më të artikuluar për besimin tuaj. Një fëmijë dyshues mund të jetë shtys për të nisur disa biseda të shëndetshme me pastorin tuaj dhe ndonjë lexim pasurues në fusha të tilla si problemi i të keqes. Krijimi biblik, ekzistenca e Perëndisë dhe autoriteti i shkrimit, prindërimi i krishterë nuk është për ata që janë dembel mendërisht, lavdi Perëndisë. Hapësirë. Ndërsa mbikëqyrni zhvillimin shpirtëror të fëmijëve tuaj, keni mirësinë që t'u jepni pak hapësirë. Shpesh prindrit në ankth bëhen aq kontrollues dhe mbytës saqë fëmijët e tyre klaustrofobik çmenden për pak hapësirë, duke rebeluar përfundimisht. Mos harroni se fjalët fëmijë dhe ndryshim janë reciprokisht të këmbyeshme. Gjithçka është në gjendje fluide. Trupi, gjëndrat, personaliteti dhe proceset mendore. Për shkak të kësaj, fëmijët janë shpesh një tuf kontradiktash. Një nga adoleshentët tanë kaloi një javë duke praktikuar në mënyrë alternative lëvizjet e tij të breakdance, në ritmin e rënd të sistemit të fonisë, herë duke qarë heshturazi, ndërsa lexonte biografin prekse A Man Called Peter, një burr me emrin Peter. Duke kuptuar nevojën për hapësirë, ne vendosëm që do t'i thonim po sa më shumë gjërave që do të mundeshim, ndërkohë që do t'i kursenim jot tona për çështje vërtet të rëndësishme dhe që do të ishim rreptësisht biblik në vendimin se si t'i përgjigjeshim secilës çështje. Kur skuadra e futbollit e Kerit u fut në një kampionat rajonal në vitin e tij të fundit, secili anëtar i ekipit vendosi të shponte një vesh dhe të vinte një vath skuadre derisa skuadra ose të eliminohej ose të fitonte kampionatin. Disa prindër, si të kishës ashtu edhe jashtë kishës, kundërshtuan, por ne jo. Nuk është se na pëlqente veshi i tij i shpuar, por pam se nuk ishte një çështje biblike apo morale dhe sigurisht që nuk ishte një shenjë rebelimi. Ne patëm sensin praktik për t'i dhënë Kerit pak hapësirë dhe për ta ruajtur jon ton për ndonjë çështje tjetër. Sot vathi është zhdukur prej kohësh, por Perëndia e zotëron ende zemrën e djalit ton. Partneriteti me kishën tuaj. Të imagjinosh se mund të rritësh një fëmijë të perëndishëm me pak
ose as pak përkushtim nga ana juaj ndaj kishës lokale, bie ndesh edhe me logjikën e shëndosh, pa përmendur pastaj që edhe me shkrimin. Megjithatë, kjo është ajo që shumë përpiqen të bëjnë sot. Kisha e tyre është një dietë e programesh të krishterë në radio dhe televizion dhe disa libra të krishterë. Për të tjerët, të ushqyer nga mentaliteti konsumator, kisha është një ditë blerjesh pafund. Ata ndjekin një kishë për shërbesën e adhurimit. Fëmijët i dërgojnë në një kishë të dytë për programet e saj rinore dhe frekuentojnë grupin e vogël të një kishe të tretë. Pra, kemi një fenomen që as nuk imagjinohej në shekujt e mëhershëm, atë të besimtarëve pa kishë. Një tufë e madhe besimtarësh që deklarojnë se janë të krishterë përpiqen të rrisin familje të krishtera pa llogaridhënie, pa disiplinë, pa përgjegjësi, duke jetuar të shkëputur nga përfitimi i rregullt prej urdhëresave. Megjithatë, bindja e përbashkët e kishës që nga kohët e lashta e deri në ditët e sotme është që nëse Perëndia është Ati juaj, ju duhet ta keni kishën si nënën tuaj. Krishtërimi i tipit ujku i vetmuar duhet të jetë i paimagjinueshëm. Nëse dëshironi t'i shihni fëmijët tuaj të përparojnë shpirtërisht, ju duhet të jetoni sipas këtyre disiplinave të kishës. E para, duhet të përkushtoheni ndaj një bashkësie lokale të kishës. E dyta, duhet të merrni pjesë rregullisht në shërbesat e saj të adhurimit. E treta, duhet të jepni nga vetja juaj shërbesës dhe udhëheqjes së saj. E katërta, duhet të jepni nga burimet tuaja për mbështetjen e saj. E pesta, duhet të këmbgulni që fëmijët tuaj të marrin pjesë bashkë me ju. As në ëndër nuk do t'i lejonit ata që të zgjedhin të mos shkojnë në shkollë. A mos është kisha më pak e rëndësishme? E gjashta, grupi të rinjve nuk është i mjaftueshëm. Kisha lokale ka qenë mitra që na mbante ngrohtë shpirtin derisa të bëhej gati për të lindur. Kisha na ushqeu me qumshtin e fjalës, duke na siguruar shumë baballar dhe nëna të dashura. Na qëndroi pranë kur ja paraqitën fëmijët tanë Perëndisë, dhe tani ju është bërë nën atyre vetë. Kisha lokale ka kontribuar shumë në edukimin shpirtëror të fëmijëve tanë në fushat e mëposhtme. Adhurimi, pjesëmarrja në adhurimin e përbashkët i ka edukuar dhe intensifikuar adhurimin e tyre ndaj Zotit. Edukimi, kisha na ka ndihmuar të kryejmë detyrën tonë për të mësuar fëmijëve tanë fjalën e Perëndisë. Miqësia, marrëdhëniet jetëndryshuese të tyre, miqtë e tyre më të mirë, më të vjetër, apo bashkëmoshatar, kanë ardhur nga kisha. Dishepullimi, nëpërmjet shkollës biblike të kishës, programeve të klubeve dhe grupeve të rinjve. Ata janë forcuar në rrugët e Perëndisë. Misioni, zemrat e tyre janë zgjeruar nga kisha për të arritur botën. Kisha lokale është sigurimi i Perëndisë për edukim shpirtëror. Mbajeni në zemër këtë të vërtetë. Fëmijët tuaj mund të mos bëhen plotësisht ata që duhet të jenë pa përkushtimin tuaj ndaj kishës lokale. Qoftë ajo një kishë shtëpie apo një kishë e madhe me personel të shumtë. A keni qenë duke shkuar nga një kishë te tjetra? Vendosni të qëndroni në një kishë për hir të shpirtit të fëmijëve tuaj dhe për hir të shpirtit tuaj. Disiplinimi i ndërgjegjes. Logjika biblike na thot se ne duhet ta ushqejmë dhe edukojmë sensin moral të fëmijëve tanë, ndërgjegjen e tyre si pjesë e zhvillimit shpirtëror. Çuditërisht,
kjo nuk është në mod në disa familje të krishterë. Një perspektivë padyshim e ndikuar nga relativizmi doktrinar i kulturës sonë, i cili këmbgul se e drejta dhe e gabuara janë thjesht çështje perspektive. Të ndikuar në mënyrë të paarsyeshme nga një mendim i tillë, prindrit kanë pësuar një humbje të bindjeve morale dhe për këtë arsye hezitojnë të urdhërojnë bindjen ndaj asaj që është e drejtë. Sot është bërë më e zakonshme të rekomandohet një mënyrë sjelljeje kur është më e mira për ty. Thirrja është për të dashur veten dhe jo për çështje e drejtë apo e gabuar. Kjo është larg fjalës së Perëndis. Për shembull, Pali i urdhëroi fëmijët që t'u binden prindërve, sepse kjo është e drejtë dhe e kundërta e së gabuarës. Një gjë e mrekullueshme në lidhje me thirrjen ndaj ndërgjegjes është se kjo e ushtron ndërgjegjen, duke ndërtuar kështu muskujt moral, një komponent i domosdoshëm i formimit shpirtëror të fëmijës suaj. Prindër, kini mirësinë që të këmbgulni që fëmijët tuaj të thonë të vërtetën, jo aq sepse është në avantazhin e tyre, por sepse kjo është e drejtë. Bindjet e tyre për të bërë gjën e drejtë do t'i bëjnë të vetëdijshëm për paaftësitë e tyre për ta bërë këtë gjithmonë dhe për nevojën e tyre të pafund për hirin dhe ndihmën e Perëndisë. Askush nuk lind përsëri pa njohurinë për mëkatin dhe pendimin. Pra, kur ju këmbgulni për mirësi, bindje, dhënie, falje dhe dashuri, sepse këto janë të drejta, ju po i ndihmoni ata të lëvizin drejt njohjes së nevojës së tyre më të madhe. Një ndërgjegje e disiplinuar në këtë mënyrë dhe e qartësuar nga një disiplinë e tillë, do ta aftësoj fëmijën tuaj që të qëndrojë në këmbë në këtë botë të huaj, siç e udhëzoi Pali Timoteun, të luftosh luftën e mirë, duke pasur besim dhe ndërgjegje të mirë. 1 Timoteut, kapitulli 1, vargu 19. Motivi. Logjika shpirtërore na informon se, ashtu si në aspektet e tjera të jetës, motivet tona themelore për të kultivuar shpirtëroren e fëmijëve tanë janë të rëndësisë më të lartë. Motivet e gabuara janë vetë shkatërruese. Për shembull, disa prindër motivohen nga ato që ata i shohin si avantazhet e krishtërimit. Do me thënë, civilizimi i krishterë dhe ca lidhje me njerëz të lartë në komunitet, me plusin e një bilete për në parajs të hedhur brenda. Largo Zot, që fëmijët e tyre ta marrin tepër seriozisht besimin dhe të bëhen fanatik. Motive të tilla prodhojnë të krishterë kulturor që janë rastin më të mirë të civilizuar dhe të lidhur mirë në komunitet, por pa një realitet shpirtëror dhe pa përjetësinë në parajs. Të tjerë prindër motivohen nga dukja e jashtme. Ata duan që fëmijët e tyre të bëhen shpirtëror, sepse kjo do ta bëj prindërimin e tyre të duket mirë. Shpesh, kjo është arsyeja për kushtet që disa prindër u vendosin fëmijëve të tyre. Ata zgjedhin gjithçka për fëmijët e tyre, ndonjëherë edhe veshjet e tyre, me synimin për t'i bërë përshtypje komunitetit të krishterë. Motive të tilla prodhojnë konformitet të jashtëm, ndërkohë që gjenerojnë një rebelim të brendshëm që përfundimisht do ta nxjerrë kokën dikur. Motivi i vetëm kryesor për rritjen e fëmijëve është lavdia e Perëndisë, dhe këtu duhet të qëndrojmë në taban të fortë. Ne duhet të përpiqemi të rrënjosim një karakter që rrezaton lavdinë e Perëndisë. Ne duhet të punojmë
për të ndërtuar te fëmijët tanë një drejtim jete që nuk kërkon asgjë më pak se lavdinë e Perëndisë. Ne duhet të mundohemi për të formuar një mënyrë jetese që dëshiron të bëjë gjithçka për lavdinë e Perëndisë. 1 Korintasve, kapitulli 10, vargu 31. Një jetë e përqendruar në lavdinë e Perëndisë do të ketë lëvdimin për shpërblimin e vet, sepse atëherë të drejtët do të ndriçojnë si dielli në mbretërinë e Atit të tyre. Mateu, kapitulli 13, vargu 43. Disiplina e kujdesshme në lidhje me shpirtin e fëmijës suaj do të shpërblehet. Ajo duhet të fillojë dhe të përfundojë me lutje të disiplinuar. Ky është çelësi. Së bashku me lutjen, ju duhet të disiplinoni veten për të qenë shembull i cilësive që dëshironi të karakterizojë fëmijën tuaj, duke kuptuar se rritja shpirtërore kërkon kohë dhe është unike për çdo shpirt. Bëhuni një student serioz i shkrimeve të shenjta dhe i doktrinave të shenjta në to, që të mund t'u mësoni fëmijëve tuaj. Mos harroni t'i jepni fëmijës suaj kohë dhe hapësirë për t'u rritur. Kur mos e neglizhoni disiplinën e pjesëmarrjes së rregullt familjare në një kishë të mirë. Gjithmonë i bëni thirrje ndërgjegjes së fëmijës suaj për hir të zhvillimit të tij moral dhe bindjes për mëkat. Dhe merrni përsipër të gjitha disiplinat për t'i zbatuar për lavdinë e Perëndisë. Një kujtesë e fundit është kjo. Edukimi shpirtëror i fëmijëve do të lulëzojë vetëm nëse prindrit i kujtojnë vetes vazhdimisht rëndësinë parësore të shpirtërores. Ka kaq shumë aktivitete familjare, kaq shumë mundësi që prindrit duan të sigurohen që fëmijët e tyre të mos i humbasin, saqë është e lehtë të lejosh që përparësia e shpirtërores të anashkalohet. Puritanët ishin të shkëlqyer për sa i përket temës së dhënies përparësi gjërave të para. Dhe ja çfarë ka thënë njëri prej tyre për përparësitë brenda një familjeje. Para së gjithash dhe mbi të gjitha është njohja e besimit të krishterë që prindrit duhet t'u mësojnë fëmijëve të tyre. Njohuria e gjërave të tjera, megjithse mund të jetë një arritje aq e dëshirueshme për ta, fëmijët tanë mund të arrijnë te bekimi i përjetshëm edhe pa to. Por njohja e doktrinës hyjnore në fjalët e Zotit Jezu Krisht është 1.000.000 herë më e nevojshme për ta. Për të menduar. A kanë fëmijët aftësinë për të kuptuar dhe besuar të vërtetën shpirtërore për të ardhur te Krishti? Si mund ta dallojmë gjendjen e fëmijëve tanë dhe t'i ndihmojmë ata që të zhvillohen shpirtërisht? Cila është rëndësia e lutjeve të prindërve për djemt dhe vajzat e tyre? Sa specifike duhet të jenë këto lutje? Sa specifike janë lutjet tuaja? Cilat janë disa nga mënyrat e padobishme për t'u marrë me dyshimet shpirtërore të fëmijëve tuaj? Cilat janë disa nga mënyrat më të mira? Nëse fëmia juaj pyet se me çfarë ka të bëjë Bibla, a mund t'i përgjigjemi me një fjali? Nëse jo, pse jo? Nëse fëmia juaj ju pyet, cili është ungjilli i Jezu Krishtit, si do të përgjigjeshit?